Në qytetin e Korçës, u zhvillua një ceremoni e veçantë e organizuar nga Obori Mbretëror dhe Partia e Legalitetit, ku në fokus ishte vlerësimi i figurave aftëdashëse dhe patriotike që kanë dhënë kontribut në historinë e vendit. Aktiviteti kishte për qëllim nderimin e 36 figurave të njohura të zonës së Korçës, të cilët kanë kontribuar në monarkinë shqiptare, si dhe familjeve që u përndoqën gjatë regjimit komunist për shkak të mbështetjes ndaj mbretit Ahmet Zogu. Në ceremoni ishte i pranishëm edhe princ Leka Zogu i II, i cili theksoi rëndësinë e mirënjohjes ndaj familjeve që kanë dhënë kontribut në ndërtimin e shtetit të parë shqiptar. Ai vlerësoi rolin e qytetit të Korçës në ruajtjen e trashëgimisë historike të periudhës së mbretërisë dhe u ndal edhe te sfidat që Shqipëria përballet në procesin e integrimit evropian, duke theksuar se ky është një proces afatgjatë që kërkon jo vetëm përmbushjen e kritereve, por edhe emancipim shoqëror dhe kulturor. Qëllimi i aktivitetit është një falëndrim për të gjithë ato familje që kanë dhënë kontribut në historinë e Shqipërisë. Janë familje që janë lënë në hares nga përditshmëri të sotme, por janë familje që kanë dhënë kontribut, që kanë sakrifikuar, që kanë bërë shteti i parë shqiptar. Shqipëria ka 100 vjet histori lidhur me historinë e mbretërisë shqiptare dhe unë si trashëgimtar dhe princi shqiptarëve jam i detyruar që të jem mirënjohës. Mirënjohës ndaj të gjitha ato familje që kanë dhënë ato ndihmën, mbështetjen, po mbi të gjithë besimin ndaj familjes sonë. Korça ka ditësi të mbrojë trashëgiminë e saj. Është një nga vetmi qytetet në Shqipëri që ka ruajtur ato ndërtesa që janë krijuar pikërisht në kohën e mbretërisë. Patjetër që Shqipëria ka sfida, po ne do të jemi edhe shumë të matur ndaj çështjes së integrimit të Shqipërisë. Nuk është thjesht të plotësohet disa kritere, por ne do të sigurojmë që ne të jemi edhe gati, të kemi emancipimin e duhur, të kemi edhe trashëgimimin e duhur që të dimë si do të krijojmë këtë partneritetin mes Shqipërisë dhe Evropës. Shpresoj se këtë proces do të jetë gjatë, nuk është diçka që mund të ndodhë vetëm në 2 vjet. Po sepse do të ndryshojmë edhe konceptimin e kulturën e Shqipërisë, por njëkohësisht duhet të jemi shumë të qartë që edhe politika duhet të jetë një pasqyrë të kulturës evropiane. Mes të vlerësuarve ishte edhe Hodo Kulla, pasardhës i një prej familjeve mbështetëse të monarkisë shqiptare, i cili kujtoi kontributin e dhënë nga brezat e familjes së tij dhe lidhjen e hershme me mbretin Ahmet Zogu, si dhe sakrificat e përjetuara ndër vite. Gjyshi me vlezës të ati ishin me Ahmet Zogu, me mbretin, kur ishte i gjallë Leka, babai me atë gjenerat ishin në Amerikë dhe kudo në Kanada, kanë qenë mbretënor kudo në Francë, në Belgji, në Australi, tipe sot. Edhe tani ne jemi atë fis tani në atë gjenerat jemi neve të tretë me princ Leka i dytë. Janë shumë emra që kanë vojtur shumë edhe ata duhet ishin me shkurt të kemi bërë mentonim në atë shtëpi ku e kishim shtëpinë në Zemblak. Ajo shtëpi ishin 4 vlezër ishin, gjyshi im me 3 vlezër të ati, dhe mund të ishin afër 40 shpirt aty ronjin në atë shtëpi. Ndërkohë, familjarët e figurave të nderuara shprehen mirënjohjen për këtë vlerësim, duke theksuar se megjithse i vonuar, ai përfaqëson një vlerësim moral për kontributin dhe sakrificat e tyre. Për Natasha Haxhillarin, ky aktivitet shërben si një rikthim i vëmendjes ndaj historisë dhe figurave që për shumë vite mbetën në harres. Unë ndihem shumë e vlerësuar për këtë vlerësim që ju bë babai tim. Gjatë viteve të demokracisë, ai ka qenë në kryesor të Partisë Legalitetit. Vlerësimin e kemi pritur shumë vite më parë, shumë i vonuar, por gjithsesi, si familje të falenderojmë organizatorët. Ceremonia u konsiderua si një hap drejt ruajtjes së kujtesës historike dhe nderimit të kontributeve të dhëna për shtetin shqiptar, veçanërisht nga zonat me traditë aftëdhetare si Korça.